Faleminderit, Ministër. Një zjarr I përsëritur për fat pa humbje jetësh njerëzore. Një kompleks të madh banimi e shërbimesh, ndërtuar nga kompania Arlis, me famë kombëtare, rajonale dhe më gjerë është thënë, ka rikthyer në vëmendje mënyrën se si ne ndërtojmë e materialet që përdorim gjatë ndërtimit. Në fakt, kushtet e sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri, veçanërisht kur është fakt që ngjarjet e rënda po na ndodhin në ndërtime të reja dhe shumë masive, mbi të gjitha të kushtueshme për blerësit e tyre, po kthehen në një shqetësim serioz. Pamjet e flakëve në këto godina tërheqin kurioztar plot, por specialistët janë ata që kanë parë më mirë, kanë analizuar më qartë, më kthjellët, prej tyre buron alarmi për materialet e ndërtimit dhe mënyrën e ndërtimit. Ndërkohë që nga institucionet, ka veç një që ka bërë ekspertizën, Inspektorati Shtetëror Teknik dhe Industrial, dhe ai është marrë me shkaqet e rënies së zjarrit. Ka gjetur fëmijët përgjegjës. Askush nuk ka folur, madje refuzojnë të flasin, të bëjnë veprime mos o Zot, hetime, po prap mos o Zot, për arsyet, mënyrën dhe faktorët që favorizuan përhapjen e zjarrit. Përhapja e shpejtë e tij uli mundësinë e një ndërhyrje efektive të zjarrfiksëve, rrezikojnë maksimum mjetet e banorëve që gjendeshin në banesat e tyre, të tjerë njerëzve që merrnin shërbime aty, të zjarrfiksëve vetë, ndërkohë që prona po digjej dhe u doq duke shkaktuar dëme të mëdha. Një ditë më pas, zjarrfiksit, njerëzit më familiarizuar me zjarret, me çdo zjarr urban posaçërisht, në të tilla godina veçanërisht, pra me fasadë ventiluar, më shpjeguan vend për materialet, mënyrën e vendosjes së tyre në fasadë, pra montimin, djegjen e tyre, mënyrën dhe arsyet e përhapjes së zjarrit. Mbi të gjitha rrezikun që vijon të jetë aty, në fasadën, po e njëjta, e pa djegur të pjesës tjetër kompleksit banimit. Arsyet pse ju thira këtu janë disa. E para ka të bëjë me banorët, prona të cilëve është djegur tashmë plotësisht. E dyta ka të bëjë me banorët e të njëjtit kompleks, prona e cilëve nuk është sënuar, po është në të njëjtën fasadë, në të njëjtin kërcënim dhe rrezik gjithashtu. E treta ka të bëjë me përhapjen e këtij sistemi ndërtimi, s'pari në këtë qytet, që po bëhet Shqipëria në fakt, në banesa e njësi shërbimi, institucione publike, të ndërtuar me të tilla fasada, të tilla materiale dhe të tillë mënyrë. E katërta ka të bëjë me kodet e mbrojtjes nga zjarri në ndërtim, a ekzistojnë, a zbatohen ato, veçanërisht në godina masive që grumbullojnë shumë njerëz. E pesta ka të bëjë me certifikatën e shfrytëzimit, që duhet të legjitimojnë ndërtimin, funksionalitetin dhe sigurinë e ndërtimit. E gjashta ka të bëjë me kontrollet periodike të sistemeve që bëjnë funksionale ndërtimin apo ndërtesën, sistemet e furnizimit me energji, me ujë, largimin e ujërave të ndotura, mbrojtjes nga zjarri, mobilitetit apo lëvizshmërisë në to. E shtata, shkenja e ligjit në ndërtim, shkenja e lejes ndërtimit, përpasoj shmangje nga procesi ligjor I kolaudimit dhe në fund fare nga certifikata e shfrytëzimit të atij ndërtimi apo asaj ndërtese. E teta, mos funksionimi I detyrimit ligjor për të siguruar çdo njësi në momentin e shitjes, edhe nga defekte në ndërtim, siç ky që është I dukshëm, me pasoja kaq të rënda e të përsëritura. Ndërkohë, unë isha 2 ditë më parë në atë kompleks, nisur edhe nga rënja në dieni të një peticioni të tyre drejtuar hierarkëve të shtetit, heshtjes ndaj kërkesave të tyre. Unë e çmoj shumë prezencën tek ta të zëvendës kryeministres 2 ditë pas zjarrit, angazhimin e saj për të qëndruar pranë atyre banorëve, quhet njerëzillok ky dhe më vjen shumë mirë që dikush e ka. Por, kufiri I 1 muaj nga zjarri është thyer me javë tashmë, dhe veç pagesës së qiras për strehimin e përkohshëm, masë marrë nga bashkia, tjetër gjë nuk ka ndodhur. Në objekt as pastrimi nuk është bërë, dhe kjo është krejt tjetër nga angazhimi për të rikthyer sa më shpejt normalitetin në njësitë e banimit.
kthimin e gjithë kompleksit në kushtet e sigurisë optimale për të jetuar në të. Qofsha unë i pa informuar, por asgjë ka ndodhur në funksion të këtij angazhimi konkret, përmbushja e të cilit rikthen të përditshme normale në jetët e atyre njerëzve që kanë paguar shtrenjtë për të jetuar aty. Për te i këtij rasti, gjithë çfarë do të themi sot, duhet ndryshojmë mënyrën e ndërtimit, mbase edhe tregun e pasurive të paluajtshme në këtë vend. Po ndërtojmë, pra ndërtuesit po ndërtojnë për të shitur një fjetin të bukur nga jashtë, mbase edhe brenda. Po ndërtojmë, pra ndërtuesit po ndërtojnë për të shitur një fjetin të sigurt, veçanërisht pas tërmetit të 2019-s, nga pikpamja strukturore. Kjo më shumë nga frika e pasojave penale që u vendosën në atë kohë. Jo si standard, sepse në mendjen e ndërtuesve, siguria nuk shihet. Për pasojë edhe nuk shitet. Sa kohë do na duhet të ndërtojmë një objekt të sigurt nga zjarri, e lidhur ngushtë me sigurinë dhe qëndrueshmërinë e strukturës godinës. Më pas, e lidhur edhe me funksionalitetin e saj, shkurt e qartë për ta thënë, për të bërë gjumë të sigurt në godinat që i blejnë shtrenjtë. Kjo është pyetja fundore, që kushton dhe mos edhe para, por kur njerëzit paguajnë deri në 3.000 euro metri katror, përgjigjja është e mundur dhe duhet jetë domosdoshmërisht e mundur. Po për shpjegimet tuaja.